Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një prej rrëfimeve kuranore është tregimi me emër banorët e të shtunës, ashabu sept. Është një nga historitë më të frikshme në Kur'an. Është historia e cila tregon për banorët e një vendit që ditën e shtunë e kishin të ndaluar peshkimin. Dhe secili prej neve, nëse e mendon këtë histori me logjikën e ditëve tona, do të duket sikur ata nuk kanë bërë asgjë të keqe, asnjë mëkat. Allahu i urdhoi ata që të mos peshkonin ditën e shtunë. Ajo që ndodhi ishte se peshqit zhdukeshin gjatë gjithë javës dhe shfaqeshin vetëm ditën e shtunë. E këtë ditë e kishin ndaluar me peshku. Ndërsa ajo që këta njerëz bënën ishte, pasi që peshkimi ditën e shtunë ishte i ndaluar për ta, ata të premten mbrëmje i hidhnin në rjetet dhe të dielën në mëngjes i nxjerrnin ato. S'ka dyshim se kishte pe atyre që u thoshin se kjo lejohet, nuk ka kur një fat keqe, se të shtunë e ki ndalume, jo gjumon e as dillën. Dhe nëse e mendon me logjikën e sodit, do të duket se ata s'kan bë asgjë të madhe. Mirë po, Allahu u hidhru edhe u zemru me ta dhe i mallkoi. Domethënë i nxjerri nga mëshira e tij dhe i shndroi, i transformoi ata në majmun të përbuzur. E thot Allahu i madhëshëm në surën Al-Baqara ajeti 65: "Walaqad alimtumul ladhina ihtadaw minkum fi s-sabti." Ju tashmë i dini ata që e shkelën ndalesën e Zotit ditën e shtunë, fa kulna lahum kunu qiradatan khasiin, dhe na u tham atyre, e vendosëm, bëhuni majmun të përbuzur. Nga ky guxim i tyre për ta bërë këtë hile, përballë vendimit Zotit, Allahu i shndroi ata në majmun të përbuzur. E gjithë kjo sepse ata u përpoqën të shmangin dhe të manipulojnë urdhat e Allahut. Tani një krahasim. Sa për nesh sot jetojnë me këtë mendësi, duke u përpjekur të anashkalojnë urdhat e qarta të Allahut. Shihni tani disa fenomene dhe transformimet në emërtimet e tyre. Kamata, që në gjuhën e fesë quhet riba, në gjuhën e biznesit quhet interes. Rishfeti, që është i ndaluar fetarisht, në gjuhën e re quhet bakshish. Alkoholi, që ta deh mendjen dhe ta hub vetdijen, quhet pije shpirtnore. Lakurisia, tek gjinia femrore, quhet liri, emancipim. Muzika është bë, do thot, gjë përbërëse e jetës dhe paten nuk ka kuptim jeta. Ai që nuk falet kur, thot, feja është sjellje, besimi është në zemër, lënë namazin. Dikush mundohet këtë namazet me i falë para se me flet ose në fund të javës. Hijabi është bë mod, e ndryshimi i kreaturës Zotit me ndërhyrje kirurgjikale e quajnë estetik. Fatkeqësia është që Allahu mund të jetë i zemruar me ne dhe ne të jemi jashtë mëshirës së tij pa e ndjerë këtë punë. Madje duke menduar se jemi duke bë mirë apo jemi prej të drejtave. A nuk ka ardhur koha që të sillemi me Zotin ton si me Zotin e madh, e gjithfuqishëm, e gjithmëshirshëm, i cili kur urdhëron, ne duhet t'i bindemi tërësisht urdhnave të tyre. Shihni pozitën e dobët të njeriut karshi Zotit, e përmend me qortim Allahu i madhëshëm kur thot ma lakum la tarjuna lillahi waqara, ç'keni ju që nuk e madhroni Allahun ashtu siç duhet, e Nuh ajeti 13. Apo në surën An'am ajeti 91 thot wa ma qadarullah haqqa qadrihi, ata nuk e vlerësuan Allahun ashtu siç duhet. Apo ajeti kuranor ku Allahu thot walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Sikur besimtarët të vepronin sipas asaj që këshilloheshin,
kjo do ishte më mirë për ta dhe do i forconte ata më shumë në fe. En-Nisa ajeti 66. Andaj, duke u nis nga ky tregim dhe kjo sjellje e atyre njerëzve që ishin nga Benu Israelit dhe asoj që e shohim sot në mesin tonë, në mesin e muslimanëve, i themi vetes edhe juve, o ju musliman, drejtohuni në rrugën e drejtë. Kthehuni Zotit sinqerisht, madhnoni Allahun si duhet, atëherë do të përmirësohet gjendja jote, gjendja ime, gjendja jonë, gjendja e ummetit tonë. Atëherë Allahu do largon prej nesh fatkeqësitë, sëmundjet, provat, vështirësitë, të lashtet, brengat, luftat. Ande kemi nevojë të gjithë natë i kthehemi vetes son dhe të shohim na sa jemi të sinqert në raportin ton me Allahun, sa jemi serioz në pranimin e urdhnave të Allahut, sa jemi të vendosur në largimin prej ndalesave që ka ndaluar Allahu. Dhe krejt këto t'i bëjmë duke synuar fitojmë kënaqësinë e tij, shpërblimet, bekimet, mëshirën, ndihmën dhe përkrahjen prej tij në këtë botë dhe normalisht xhenetin në ahiret. Andaj, merrni këtë rrëfim kuranor, lexoni për të, analizoni atë, bëni krahasime mes asaj që ka ndodhur në atë kohë dhe asaj që ndodh sot, që të shohim na ku jemi dhe çfarë raporti kemi me Allahun e Madhëshëm. Allahu na falë, na mëshiroft, e gjithëve na udhëzoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.